vjen një komshike dhe i thot nanas time Ramet Pastor, zije, ma e pak pecin se më duhet, të gjithë e ullën kokën. Po më thot, mami, e ndjera thike, pse ullën kokën këta, tha. Sash, po peci thojnë tjetër gjë, thash, adin këto. Se gjesti duhet të rraur 3 herë në ditë, se jo. Seriozisht? Po, 3 herë në ditë ja kisha futur plak. Po, del ti më falë në shpreje bre, ti djalë, po dalin kret lakuriq. As kërkush mos ta provoj, se nënas ju lejoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Merita. Merita. Merit, sot e kam një pyetje, taman për Meritat. So janë gazetarët t'informum, ose musafir që i ftojnë, so janë të përshtatshëm me musafir. As pak nuk janë të informuar për asgjë, fatkeqësisht, vetëm e ka marrë një diplom të gazetarisë, marrin të dhëna prej internetit, e jo pe librave, që duhet me i lexu dhe me i kuptu, ose opinionistat nash për politikin, nash për kur gjo, pasja argji deri në pikë të fundit, se si paguen ata unë nuk e marrë vesh. Me të vërtet, unë nuk e ndjeki hiç televizionin. Me shka mirë është ti? Unë mire me punë të mia. Me punë të tua? Po. Jo, ne mirë na me punë të ka halk. Me jo, nuk do më marrë me punë të halkut. A i garë me po baj? Po, të kuptoj. Po, nëse unë kam një revolt, apo diçka, okej, drejtohesh gazetarit, po jo me zmadhu ma tepër se ç'duhet. Po me thonë, ashtu qysh e thot një qytetar, ata apo këta. O më ke ndjek mua, personalisht? Unë të kam ndjek në disa... A jam mirë as jam? Unë të regova pak më herët për qa. Dakord? Okej. Të lutem... Kena i kritik për mu? Merrni një intervju njërës që avlen ti intervistohen. Do më thonë për çdo temë. Që mundet, që s'mundet leje, i që nga... Merit, qëfar mundesh më na thonë lidhjen me njerëzit, me kulturën, so dallojnë këto kultura tek njerëzit? Ka shumë, sidomos Prishtina ose Tirana, andej nga ne. Ti e Tiranës, a? Jo, nga Vlora jam. Merita pi Vlore në qeshin e Prishtinës. Po. Edhe kam vite që jetoj këtu, por edhe i di shumë mirë gjërat, që 33 vite jam unë këtu, që 33 vite jam këtu, e tani bëhet i llogarin vetë. Do të them një gjë, ka kultura të ndryshme, se në Tiranë apo se njerëzit po lëvizin, po ecin, apo kupton. Po fatkeqësisht prej mas luftës Kosovës, se unë kam qenë edhe në luftën e Kosovës, kam qenë edhe para luftës Kosovës. Domethënë i kanë marrë shumë gjëra të mrap, shumë gjëra. As kulturë, as gjë, as respekt, as katastrofë, çfarë të them. Katastrofë. Kur fa respekti nuk ka, as për televizionet. Tani edukimi i televizioneve, prej fëmijës vogël deri nuk ka programe që duhet aden me i thon fëmijës në gjuhën shqipe. A kupton me folë si duhet apo në kopsht, ose literaturat në kopshte, në qerdhe. Unë vetë jam rritë kopsht qerdhe, sa e madhe jam unë. Po, në atë kohë. Po kemi pas kontrol rigoroze ndaj shtetit. Kontrol absolut. Që në 12 vjetë një shtet, nësaj na formu. Po ka dalë prese, edhe unë kur kam qenë në kopshten qerdhe, nuk ka qenë shumë pas lirimit Shqipërisë. Po, ka vendos që ashtu që brezin e rita edukoj si duhet. Po del ti më falë në shpreje bre, ti djalë, po dalin kret lakuriq. Në për televizione. Jo, do të me i vesh, do të me pas kontrola për shtetit e qa do që tjetë. Po jo në televizor, ku shedhe fëmja ose Big Brotheri, që që videoja i varë gjesti juaj. Kur fare edukate s'ka dhenë aja atje. Vëlla gjesti ka dhenë shumë. A s'ka dhenë letë. Telemat mua betë. E pse ti për kanë e kanë, kush ta kishë marrëja që ka me fitu Big Brotherin? Po sidomos ajo zoja e madhe që është. Rozana? Po. Rozana Radi. Rozana Radi, a mundet me krasu Rozana Radi me kë? Po viç pak ka thënë diçka. Ti ke menu Rozana Radi, po në fund e morë. Dija, po leri në fund qa e morti. Shumen është aji. Po leri qa e morti. Leri ato politikat që bëhen në për Top Channel, apo në për televizion e këtu, kush i merë, kush abgojt, bëj pastrimi parave, edhe asgjë më shumë. Se gjesti duhet të rraur 3 herë në ditë, se jo. Seriozisht? Po, 3 herë në ditë ja kisha futur plak. Fëmin tem, 3 çuna i kam shkollu, i kam eduku e krejt, i kam bajtë si në ushtri, edhe ka një herë e a futur qa plak, fëmis tem. Se jo të hunë që s'unë e maj, edhe heq. Edhe ajo tema që ti ma herët. Shke ki Jozin? Asgjë se kam, unë jam muslimane e Vlorës, Jozi është verior. Unë jam Vlore. Asgjë se kam. Asgjë se kam, e kërkoj.
E kërkoj. Loja u kry atje, në salon. E jo me dalë atje me bë gjeste të fëmijëve. As fëmija im, një pi im 10 vjeçve nuk i bën ato gjeste. Tjetra. Që the tema njerëzit. Mua më pengojnë të merre njerëzit me punët e mia, se unë nuk merrem me punët e të tjerëve, absolutisht. E shikoj drejtimin tim, edhe vazhdoj të shikoj drejtimin tim. Neve që më mirë me punët e tjerëve na kanë mësu zonjat e pallateve Tiranës. Unë u mopshin qerapa në Tiranë, e vida, Peta Noza, ku i kanë qerapa të këtë allapi numër 2? E mirë, dëgja, për ne jugorët, se unë jam jugore. Tirana, Vlora, Tirana, Durrësi, Shqipëria e Mesme, Kavaja, janë fshatrat më të mëdha të Shqipërisë. Dakor? Për ne jugorët. Sa je ambientu në Kosovë ti? Unë ambientojmë aq sa ju përshtatet juve, unë e vazhdoj punën time. Seriozisht? Absolutisht. Ai ke mësu kretë. Nëse ti don, me thonë, po hajt rrafsh dy jaja për juve. Po se lodhi kokën unë. Ama gjesi u kanë mirë. Po se lodhi kokën unë me njerëz ignorante dhe se ka kapacitetin më të madh se unë. Nuk merrem hiç, absolutisht. Sa ke mësu ushqime tradicionale të Kosovës? Ne kemi traditë shumë të mirë të Vlorës. Po të parën që e kam mësuar është flia. Çka i ke mësu ti kunatat e tua këto sinuse vloriane për ushqimet e Vlorës? Nuk i bëjmë. Se nuk i kanë ngrënë. Nuk i kanë ngrënë. Ulliri, vaj ullirit, grashaku ose bizelet që thonë juve vonë i keni filluar. Shumë vonë i keni filluar t'i përgatisni. Bamjet se din çka janë, për qa janë bamjet se din qa janë. E vërtet. Qa janë bamjet? Jo se din. Leri. Qështu është e kotë, do me thonë, ato letërin me gatimet e tyre, unë me të mija. Unë munde me i përzdi në Ramazan, edhe ashtu edhe kështu. E burrit a i ke dhonë ushqimet e tua tradicionale? Absolutisht. E vjerës kunata? Po, kur kanar po. Që është gatuar, që është bërë, gjë, njeri që donë që ka dëshirë. Me thëshin ku konosë shka na ke shka kësen? Po, pa tjetër, shumë e mirë është bërë. A javë ke dhënë recetat e tua? Nëse i kanë kërkuar, po. Dhe unë, nëse kam dashur se më ka pëlqyer një ushqimi juaj, nuk kam treguar më një masi, po i kam thënë, hajt trego ma se bëhet. Se njeri që donë dhe dëshiron të eci përpara, të ndryshoj në çdo gjë përveç ushqimit, se ushqimi është baza e jetës, domethënë, edhe normal unë e kam kërkuar, ças di e kërkoj, e pyes, pse jo? A të ka shku na i hermendja? Po edhe s'dinë edhe mendjen e lartë. Po edhe s'dinë edhe mendjen e lartë, shumica. Okej, vazhdo. A të ka shku na i hermendja me thonë, kur ke shku na i herë me vjerën ose me burin në Kosovë dhe na i familjar, edhe me thonë, ku për mu jam të hangër diçka pa ja ditë emrin? Jo, unë e kam pyetur së pari. Edhe? Edhe kam pyetur, dhe ma kanë treguar në gjuhën e tyre, qoftë serbisht, qoftë shqip, se përzgjer ka qenë gjuha, se para luftës të kuptojmë, ja, po e teksa edhe njerë, para luftës. Apo kupton? Se kur më ka thënë ky është grashak, qa është grashaku, e kanë nxjerrë për zonës akullit, e kanë treguar, bizele, okej. Atë ka ndodhë në i fjallë, mos me kuptu heq, edhe me meti më të lyp, nuse Benaj Farashin. Po, për shembull, më ka thonë, bëja... A e di ku na i thojnë Farash Kosovë? Jo, absolutisht, që është ajo? Farash është fshisa. Jo, gjëra më kështu. Bëja tomli në djalet, që është tomli, djalet nuk jap të ëmbël, thojsha, kujtësha diçka e ëmbël, apo tomel, se ke po se diçka e merë ke shishën dhe kjo është tomli, po qumësht, thojsha. Sa mirë, kjo që, a i ke, kur vishin gratë kështu mas dite me nejt, ose kur shkeshe na i thonë, a i mësoj që gratë qysh me full gjuhën letrare? Unë as njerës kam insistuar të mësojnë atë gjuhën time, unë kam ardhur këtu dhe insistoja vetë të mësoja gjuhën tuaj, gegërishten. E hotlogien, a e ke marrë na i herë hotlogien? Ne i themi pec. Me pec. Me pec. Gjatë luftës Kosovës, kur i ka marrë familjen atje, vjen një komshike dhe i thot nënës time Ramet Pastor, zije, ma e pak pecin se më duhet, të gjithë e ullën kokën. Po më thot, mami, e ndjera, thike, pse ullën kokën këta, tha. Sash, po peci thojnë tjetër gjë, thash, adin këto. Wow, tha, e merë nëna ime, e thot, ne emër asaj këshikës, Jorgjie, ja pecin, meret, do më thënë që ta mësojnë këta tjerët, ne i thimi kësaj peci, ka usë. Ta zemrën, je shumë e mirë. Tjetër pyetja keni? A ke hangër na i herë në jani? Po, kemi bërjani, është ushqim tradicional me zdetar. Me zdetar, e bani edhe jo. Absolutisht. E mi sek?
Mistik. Çfarë është mistik? Është me ato preshrit e grim, po rreni që i Po, thonë. presh. E grim edhe me mish të plum. Në përgjithësi, neve gjërat që janë bimore të gjelbërta, në përgjithësi nuk i përgjina me mish, se ja humbin vlerat. Seriozisht, na pa mërsi, haj. Po nuk bën, ju E përdoni. sarmat i bani me laknë? Po e bëjmë A me sarmat. rush? Bëjmë edhe me rush, po ajo me rush nuk e bëjna me mish, që bëni ju me mish bluar. Seriozisht? Thjesht me oris, edhe erzat që i takojnë atyre, limone, vajolliri. Po ja, Seriozisht? nuk hanë ato. A farashi nuk e ke di që është shisa? Jo, nuk e kam ditë. Tani E netla? As netla nuk e di. Netla në kacinja. Çfarë gjua është ajo? Kacinja ose lopata. Okej, lopata e mora vesh. Pjesa kaçanikut e shkupit e Edhe kacia. Dgjoj, kur e kam dinë një djalin e vogël mas luftës së Kosovës, ka qenë akoma sërbt në për spitale. Edhe kisha në dhomë disa gra. Njëra ishte kaçanikut, mas e përmende kaçanikun. Vjen infermiera thot, ha, erdhi ajo pastrusja ta pastroj këtu. Po tha, pa qyre e ka bo. Thash, ria mendoja, thash, pa qyre, adin hajt, do me thonë, e pash pasqyrën, adin nëse lavamani më rënda ndonë. Thash, i thash, më falë, ti, si quhet edhe njerë kjo, thash, pa qyre, e lere se mora vesh, do me thonë, ja dha përgjigjen që pas qyre ka bëdhomën, ajo punëtorja. E ka bo shumë të mirë, ka pastër. Pa qyre, pastër. Edhe shpesh, në për shoqëri bëj shaka, ha të që bëj, ola, pa qyre ka bo shpim, bëj shaka. Edhe pa qyre ka bo shpim. Edhe mbetin disa fjalë, do me thonë kështu, po mirë është. Këto edhe në për humore, edhe në portokalli, ndodhin, do me thonë, këto fjalloret nërmjet Kosovës dhe anës tonë, do me thonë, që ka ndryshime, është për të qeshur, pse jo? A ke shku në herë të qeshmja? Qesma. Të qeshmja? Qeshmja, e kujt, në Prizren? Jo, qeshmja që ki në borë mëj? Po, e kam në obor, po nuk është në formën e qesmes, po është në lavaman. Qeshmja, qeshme, ka qani ki thojnë qeshme? Qeshme, e kuptova, paga shumë, edhe qesme i themin A keni hangë në herë qesme, oriz me... është besoj në gjuhën turke. Oriz me mish knosi? Me mish gjeli, po. A gjeli i thunë, ja? Se na i thunë a knos, ka qani ki thot knos. Gjel. A ke garena për në trenit në i herë? Une në Shqipëri kam mëstu me tren shpesh, këtu në Kosovë. Me pampora? O, pampori është tjetër gjë o djallë, pampor, treni është gjë tjetër. E vozi? Po vozi e njejta, voz sërbisht është o djallë, qërë njere. Ti po më tregon mua, sa vjeti ke o djallë? Una? Vëllaj vjetë ka numra. I ke 30... Jo, mos shka të 30. Okej, une jam paleti këtu në Kosovë. Palerëti. A ke garena për u pampurit ta? Pampur i thonë pampur, asi i thonë anjeve ose trageteve. Jo, mëj pampuro treni. Jo, më rep çfarë pampur. Treni është treni, ose vozi që thonë juve. Në treni, vozi edhe pampuri e ka të një, Nuk e di, për këtë pampur, unë e di që me pampur, po vinë, është kënga e Shqipërisë mesme, po vinë dalkët, me nane pamporat, po, Qa të them? Trujt Zoti e inshallah njemi për të mirë, çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë nanave, ku do që janë? Nanave, meri unë isham shumë me fëmijët tuaj, prej vogëlis që janë. Hiqani telefonat nga duart, këndojni këngë shqip, i nxjerrni shëtitje, kur të rriten, kontrollojni më shumë, në klasë të parë, 2, 3, deri në 8 vjeçare, tani e kontrollon pak ma pak nga shkolla e mesme, edhe pse është koha e ndihshme e moshës 16-17, po përsëri pa kontroll nuk bëhet. Unë i kam fëmijën e rritur dhe përsëri jam gjyshe edhe përsëri e pyes djalin, ku je nëse nuk e shoh. Cilën këngë javë kishe kënu gjithë fëmijëve të botës? Këngën e Parashevisi Makut, edhe për nanat. Mos ja prish një lumturin, mos ja prish. A kënojna bashkë? Jo, nuk mundem, se jam, edhe zoni nuk e kam... Uke që bashkë. Mos ja prish një lumturin, mos ja merr një dashurin,
as kërkush mos ta provoj, se nënas ju lejoj. La la la, ja la nën kudo në bot, zgjon në zemër dashuri, mirë mëngjesi o fëmi, se nëna lin njerin. Vetë Zoti që ka Që fal. fundit jepin, gjithë botën e gëzoj. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt Zoti. Faleminderit shumë. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjonat e mira i se dhe veç në Kosova Info ju informon për çdo gjë.